Ne dolëm në Vlorë, hangëm darkë, tani do blem da kullore pa ham, edhe do kthehemi në shtëpi. Tani duhet jetë ora diku te 7:30, ndoshta 8. Dolëm nga ora 5, ndoshta, ose pak më parë nga ora 4. Na kishte marrë malli për Vlorën, na kishte marrë, kështu që erdhëm direkt sot. Gjatë ditës nuk kam filmuar fare, vetëm tani, shumë pak edhe tani, por që nesër do t'ju tregoj shumë për Finlandën e të tjera, sa ditë do jemi kështu ashtu, që të kem pak më shumë kohë për të folur. Mora Olën nga kopshti, u kthem dhe te dyqani, te supermarketi, se duheshin makarona, do bëjmë makarona për drekë. Çanta pas. Edhe mora patatina nga këto, që unë i kam shumë qef. Po edhe Ola i ka qef. Mora salqiqe, 2 me djathë e të mëdhaja dhe 2 të vogla. Mora makarona, mora këto njërë të supermarketi këtu, se ndoshta shkoj me Endrin pastaj mbas ditët e jetët se janë në darkë. Për të bërë bazarin, edhe 2 pana. Nuk e mbaj mend si emër të Endri si kjo apo si kjo dhe i mora të dy. Këto, tani do futem të bëj makarona shpejt e shpejt. Pastaj do ju tregoj ato gjëra që mora dje tek ai dyqani me 1500 në Vlorë. Pastaj do nxjerrim bashkë edhe gjërat nga çanta se më kanë ngelur aty. Roba do me thënë këto. Edhe ky mistreci sa i lim në shtëpi do ketë bërë ndonjë gabim. Sa po bëra një reels në Instagram për tabletat nga Lenovo. Gjithashtu e piva dhe tabletën për sot. Në qoftë se doni mund të shkoni ta shikoni tek Instagrami im. T'ju flas pak edhe këtu për tabletat nga Lenovo sepse jam e sigurt që ka edhe shumë vajza të tjera si unë aty që duan të shëndoshen, të marrin peshë. Dhe doja t'ju thoja që janë të pasura me multivitamina dhe minerale që ndihmojnë në hapjen e oreksit dhe shtimit në peshë, shtojnë energjinë, forcojnë imunitetin, rregullojnë metabolizmin, mund të shtosh 3 deri në 4 kg, por kjo varet nga trupi. Gjithashtu janë pa efekte anësore dhe nuk krijojnë varësi. Kjo është më e rëndësishme. Merret një tablet në ditë pas ushqimit. Gjithashtu, pasi ti ke mbaruar, do ju jap një vlerësim akoma më të mirë për Lenovo. Doja t'ju thoja që e gjeni edhe me super ulje në website. Ju thash që të bëja makarona, po më mori motra, edhe duke folur bëra dhe makarona, prandaj nuk ju tregova asnjë gjë, por do ju tregoj këto që i morën brëm tek dyqani 1500 në Vlorë. Kjo është një gjë për Endrin Targë, nuk e di, që s'na intereson. Mora këtë. Ky është një raf për ta vendosur tek kuzhina. Unë për aty e mora. Ja ku e ka dhe te figura. Unë do e vendos jashtë, jo brenda, dhe këtu them të vendos erzat që ti kem më të thjeshta për t'i marrë kur gatuaj. Nuk e di si do duket, thjesht më pëlqeu aty dhe e mora. Mora një vazo për tek tavolinat e kuzhina. Unë tavolinën e le pothuajse gjithmonë bosh. Por që këtë herë tash do marr një vazo dhe do i vendos disa lule aty për të dukur më bukur. Mora këtë kështu, që t'jep idenë e rrotullimit, nuk di si t'ja shpjegoj. Mora shapka. Më pëlqejnë shumë këto shapkat. Janë kështu si me push, si dele, por që më pëlqejnë. Si marosh e pleve. Po. 1500 lekë. Shumë të lezetshme, shumë të bukura, shumë të mirë. Do i vesh direkt tani. Gjithashtu mora edhe këtë për flokët. Unë e kisha një të tillë që ju kam thënë mora tek Temu, por e lash tek motra atë. Edhe bleva këtë tjetrin. E dini që unë i bëj shumë flokët me këto, që pothuajse gjithmonë i mbaj lidhur. Këto ishin 9200 lekë. I vesh pak këto ti shikoj si janë. Shumë të mira, të ngrohta. Mirëmëngjes, ka një ditë tjetër. Sot është e njëjtë. Adrolën ma çoi Endri në kopësht. Këto ditë e fundit dhe kohët e fundit ka filluar ai e çon në kopësht, kështu që unë jam rehat. Për gjellën, kam bërë gjellë me patate, kam bërë një lavatriçe, kam deri një tjetër, edhe kam shumë akoma për të larë. Por tani do bëjmë një punë bashk, do nxjerrim rrobat nga çanta, se më kanë ngelur aty, kanë
gjithë këto ditë. Nuk I kam nxjerr sepse dua që t'ju tregoj këto gjërat e reja që kemi marrë, rrobat që na kanë dhuruar e kështu e ashtu motra, edhe që na kanë bërë dhurat. Kështu që po, ikim nxjerrim. Edhe siç po thoja, ja ku më kanë ngelur këtu, siç I sollëm atë ditë që erdhën. Këto adrolës I kam këtu. Adrola në fakt ka disa gjëra të reja. Këto I kam pasur. Këto po. Edhe po, të reja ka këto, që tani ka pis pak, sepse I veshja atje. Këtë kompletin. Adrola do çdo gjë me Minnie Mouse-in, I thot Naja. Edhe po këto ishin komplet. Janë të veshura normal, do jetë për të larë. Këtë kapuçin që kishte motra 2 të mbesës, edhe një dhe adrolës. Gjithashtu ka edhe këtë, që këtë ja bleu shoku I ngushtë I Olës, dhe thënë nipi I kunatit, shumë I bukur. Kam dhe një gjë tjetër këtu. Këtu më dha motra disa gjëra, një kapse, kam edhe një tjetër kapse si kjo, për që e kam vendosur, një palveth kështu, edhe një palveth të tjerë, kështu, janë si që rrotullojnë në vesh me pak fjalë. Do I çoj edhe këto te vendi, pastaj këtu kam një sponge, mos ta hap, edhe një orë pink. E dini fiktimin tim në gjërën tim, kështu që po, pink. Pastaj vazhdoj me çantën tjetër, që këtu ka më shumë gjëra për mua. Edhe këto janë për adrolën, janë një palë tuta, treqe, të bardha, të thjeshta, të gjata. Këto janë rrobat e Olës, po Ola pas ka dhe këto. Ka një komplet kështu pijamesh, me bluzë dhe me pantallona, duke shumë të bukur për periudhën e ditit të ri. Pastaj, unë mora këto. Ditën e fundit shkua me motrën tek tek New Yorker, tek New Yorku, tek nuk e di. Na zonë syt këto, ishin dalë me oferta, edhe jodhëm një sy. Edhe dini ju çfarë oferta kishin? Shikojni pak. Vetëm €1 këto. Janë fund pantallon, ka një copë shumë të trash, edhe për më tepër që më rinin aq bukur. Mora 3 në fakt për të provuar, ishin I njëjti model, po I lash ato të tjera sepse edhe nuk kisha vend, mezi kam futur të gjitha këto gjëra. Kjo është një dhuratë tjetër për mamin, ku kam disa gjëra kështu. Tjetër bleu motra me kunatin edhe këta, kur dolëm. Kjo ishte tek New Yorker, ka këtë fjongon këtu, më pëlqeu shumë, roz normal, pink. Këtë nuk e di sa kushtonte, nuk e mbaj mend. Edhe këtë është nga këto jelekët kështu, po kjo ka golf, shumë e bukur. Kjo ishte €9. Këtë të cili dyqani ishte kjo, kishte një emër ai dyqani, por që Cubus. Po, Cubus. Nuk e di çfarë dyqani është, është një landec apo jo. Tjetër, çfarë morëm tjetër? Këto pastaj janë bluza që kishte bler motra, domethënë sa e shkonte më vinte nga një gjë. Edhe po është një bluzë e zezë. Këto pastaj më duket se një dy I kishte të saja që mi dha, një bluzë tjetër e zezë. Këto janë kështu geta nga këto që kur I vesh hapen kështu, por që janë të trasha të mira të ngrohta. Një tjetër bluzë që dhe këtë ka pasur të sajën, por që unë I vesh shumë këto, kjo kafe. Këtë pastaj që e kishte bler, si që u tharë që sa e shkon të blinte nga një gjë. Një tjetër, kanë atjere, që gjitha këto më duket se janë nga New Yorker, nga New Yorker. Nuk e di nga është. Nuk e di nga është kjo. Nuk. Tjetër, si kjo e zeza, edhe një tjetër kanë atjere, edhe kjo nga New York. Kam edhe disa gjëra të tjera, rroba të tjera, prisit të marrë. Po këtu bukuroshi. Edhe një bluzë tjetër, se këtë kisha veshur dje që bëra videon. Edhe kjo është nga New Yorker. Po, mora edhe këto pastaj, që edhe këto I kam veshur aq shumë, sa ju kam gjerë ujtësi, duke domethënë jam bërë pak pjesë, duhet I fut për të larë. Këto I mora te HM-ja. Po, te HM-ja ishte me ofertë diku tek €10 ndoshta, më duket se aq.
shumë të bukura dhe këto. Pash në fakt një palë tek kjo Cubus që ishte ky Jeleku, po atë ditë nuk mund t'i provoja, e kuptoni. Edhe ku shkojmë te Omoja një ditë tjetër, pas këto i provova, më pëlqyen, rinin shumë bukur. Edhe shikoni pak, unë jam akoma me idenë që jam shumë e dobët, por në fakt jo. Shikoni pak. I pash këto edhe thash s'ka mundësi unë kaq, nuk do më bëj një, thash motrës. Po provoj njerë, tha motra, se pas edhe të bëj, se kështu duke në sy. Kur i provoj më rini fiks, po fiks. Edhe thash, po që nuk shën kam laqe dobët unë, po që shën kam mirë tani. Edhe po, i mora. I kam veshur, si që thash, i kam gjeru i të zi, sidomos këto ditë të fundi, do më thënë, i kam veshur kur kemi dalë aty 2-3 herë, i kam veshur në aeroport, i kam veshur kur kemi ardhur një herë ose 2 herë, nuk e mbaj më të mirë. I kam gjeru i të zi, edhe nuk e di sa herë do më shikoni veshur. Kështu që po unë tani më duhet të ndaj këto të ethato që kam për të larë dhe të tjerat pastaj të çoj në vend në dollap. Po që këto morëm sepse unë kisha vetëm këto të çantën të vogël edhe këtë. Njëra ishte plot me rrobat e Adrolës, njëra ishte me disa rroba të mia që kisha marrë me vete, por që ato i kam çuar në përvende. Kaq mundesha të merrja. Më thoshte motra, e do këtë, e do dhe këtë, e do dhe atë, e do dhe këtë, por që nuk isha ku i fusja gjithë të rroba. I vura qik në përvende këtë gjërat, por harrova t'ju them që mora dhe këtë dhe motra. I kishte atje edhe e vesha një 2 ditë në shtëpi. Pastaj kur i kam tha motra merre me vete, se kur shkuam pata një përvojë shumë të keqe në aeroport. Aeroportin e Polonisë ishte natë. Kur arritëm ne ora 1, ndoshta 1:30, 2. Ishte shumë, po shumë ftohtë. Po xhupin tim më duhet ja shtroja Adrolës poshtë që të flinte gjumë, të saj një odha sipër. Kisha një hoodie, por që jam plevitosur. Edhe kur u kthyem, vesha një tip golfi poshtë, po të holl një të zi që ma keni parë. Vesha këtë sipër edhe xhupin. Kështu që thash nëse do më duhet e xhupin, megjithëse kishim 2 xhupa, nga që Adrolës i blen një tjetër në Finland. Edhe po, tisha e sigurt me pak fjalë, po dalë t'ju tregoj xhupin Adrolës. Ky është xhupi që i blen Adrolës, me Mickey Mouse, me Minnie Mouse sigurisht. Ka dhe këtë pjesën këtu. Shumë i bukur, shikoni është edhe me lesh brenda. Kështu që kishim 2 xhupa, por që prap, unë për siguri e vesha atë sipër. Më ka mbajtur vaj, edhe pse kur u kthem ishte ditë dhe ishte shumë ngrohtë. Kështu. Mora edhe këto vitaminat për Adrolën tek një supermarket, City Market, më duket se ka ishte shumë i madh. Me që më duheshin, thash po ja marr që këtej më mirë, ndoshta janë edhe më të mira. I mora këto si Haribo, kanë 120 kapsula edhe kushtonin diku te 18 euro, që mendoj se janë mirë. Po ja jap Adrolës çdo ditë nga një. Ky dielli tani të kënaq shpirtin. Unë mora Adrolën nga kopshti, prandaj jam kështu e veshur, po ula tani të ri pak. Adrolë ka po fle, gjenë që gjithashtu po fle. Unë bëra një dëm tek Temu, porosita një palë atlete, një shall dhe një kaps për flokët, për t'i lidhur gjysmat, ishte lezetshme me fjongo. Për atletet kam shumë pritshmëri, të shikojmë si do vinë, ishin me push, ishin shumë të bukurat, paktën kështu dukeshin në foto. Pash edhe disa review që kishin lënë disa vajza, mu duken edhe aty të mira, po të shikojmë si do vinë. I mora me super ofertë, 10.000 lek të treja atletet çallin edhe atë kapsën. Kam shumë pritshmëri, por si që thash të shikojmë si do vinë. Tani është ora 3, Endri do dhe pak të vinë. Po më thash të hapja pak tani që t'ju flisja pak për Finland. Kemi qëndruar 2 javë, e kishim lënë që do qëndronim 1 muaj, por që me Adrolën ishte e pamundur, nuk e di domethënë, nuk dëgjonte, nuk hante, shumë i strece. Qatë ju them, më ka çmendur, sidomos ato ditët e para, derisa edhe u mësuam pak, si u mësi motra, kunati mbesa, por që pastaj lam që do rinim 2 javë, kështu që prevëm biletën. Udhëtimi kur shkuam shkoi shumë mirë, edhe pse kishim goxha orë pritje, kishim diku te 8 orë pritje në Poloni. Si për herë të parë shumë mirë çdo gjë. Kemi ndruar 2 aviona normal, na priste motra në Finland, në Turku, aty jeton. Kemi dalë shumë, kam parë qendra, kam parë qytet,
qytetin, se motra jeton pak në periferi, në një lagje domethënë. Kemi shkuar tek një park i madh, kemi shkuar tek IKEA, në supermarkete, në Lidl, City Market, Arabët, siç u thash ta tregtare, kemi shkuar në shumë dyqane, kemi dalë për dreka, kam shkuar tek njerëzit e Kunatit për dreka gjithashtu, për darka, çka kemi bërë tjetër. Kemi parë vendin rreth e rrotull, por që donim të dilim shumë normal, po me 2 fëmijë me atë rolën që grindet do çdo gjë, edhe mbesa e vogël gjithashtu që grindet ka dhe ajo ato dikat e saj, ajo nuk do të rinë në karrocë, kështu ashtu. Nuk është se kemi dalë shumë, ajta do donim ne të dyja të dilnim. Këto gjërat pastaj që morëm ja u tregova, edhe pse donin të na jepnin shumë më shumë, por që nuk kishin vend ku t'i futnim. Disa gjëra i kemi lanë që kur të shkojë mami im në Finland tek motra t'i marri. Këto paka shumë, pastaj kur u kthyem sërish nga Polonia, unë doja sërish aty, duke qenë se edhe isha mësuar, aeroporti ishte i vogël e kështu ashtu, gjithashtu dhe në Turku ishte i vogël. Këtë herë kishim me 10 orë pritje, por që nuk i ndjeva aq, kaluan shpejt, duke qenë se ishte edhe ditë, kishte më shumë lëvizje dhe normal syri, truri, shikoni çdo gjë në lëvizje dhe ora kalonte më shpejt, adrola gjithashtu fjeti, edhe po këto ishin paka shumë ato çfarë bë. Pastaj t'ju flas pak si mu duk Finlanda. Unë nuk i vizitova qytetet e tjera, dhe pse do donim shumë të shkonim në, nuk e di, që ishte një vend që ma tha motra, nuk më vjen tani. Gjithashtu dhe në Helsinki, ishte diku 1 orë gjysmë larg. Donim të shkonim dhe tek të përdora, por gjithashtu dhe aty nuk shkuam dot. Si mu duk. Shumë bukur, shumë rregull, kishte shumë gjelbërim, shumë. Ama kur kam ardhur në Shqipëri, kur kemi shkuar në Vlorë ditën e hënë, më jam mbushur syt me lot, edhe kam thënë sa e bukur është Shqipëria. Kemi një vend kaq të bukur që ka lum, ka dec, ka mal, ka pafund pasuri natyrore. Vendet e tjera kanë një kështjell në mes të qytetit, ndërkohë ne kemi pafund kështjella, kala domethënë, që janë nëpër kodra, kanë një pamje fantastike të qyteteve kudo që ndodhen, nuk e di. Shqipëria është e bukur. Tani kuptoj shumë mirë ata që jetojnë jashtë, kur kthehen në Shqipëri nuk do antiken më, sepse vërtet është pasuri. Nuk e di, po kemi një vend kaq të bukur. Me 2 javë që shkova jashtë, kur u ktheva, nuk e di, po Shqipëria më duk akoma më e bukur. Kështu. Tani për sot, ashtu si u them gjithmonë, nuk kemi asnjë plan, por me të parë edhe me të bërë. Të 3 gjyrë. Që të regoj paka shumë pazarin që bërëm letër për kuzhinën, patatina, molto, salqiqe, vanilje, makarona, ketchup, majonez, salam, kikirika, biskota, djath bebe, suxhuk, morëm nga këto turlit, se unë i kam shumë qef këto me misër dhe me bizel, snikes, letra të lagura, edhe qofte. Besoj se këto ishin paka shumë të gjitha, në qoftë se kam harruar diçka, patjetër jeni duke e parë në video. Mora edhe këto 2 kuverta, më pëlqyen shumë. Janë paka shumë si një mbulesë që kam marrë tek Temu, por që më erdhi vetëm një dhe nuk mund ta kisha për këndin. Kështu që mora këto që t'ja jetë komplet këndit. Duke i mbuluar dhe jastëkët dhe pjesën poshtë, nuk e di a më kuptoni. Por që janë shumë të mira. Ja. Janë goxha të plota. Më pëlqyen, po më pëlqyen shumë, janë 200 me 200. Po mendoja të merrja mbulesa për këndin, po kur pash këto atje pastaj më pëlqyen shumë, po shumë. Më duket se ishin 7.000 lekë një ose 8.000, nuk më kujtohet mirë, po ose 7 ose 8.
Edhe I mora. Tani Endri me atë rolën dolën. Doli ta nxishte pak atë rolën sepse donte patjetër akullore. Unë nuk shkova se normal për toja. Njerë po thonim do ikim Vlorë kështu ashtu, pastaj e lam fare, e lam për nesër. Dolën ata të dy edhe me që dolën, unë I thash Endri të më merrte një Ariel. Terën e fundi provova skipin, por që nuk më pëlqeu. Skipin me kapsula, edhe I thash të më merrte një Ariel, po me kapsula, e kam shumë kollaj me ato, thjesht e fut brenda dhe jam në rregull. Kur dua që ndoshta thjet pak më shumë ilaç, I fut 2 kapsula. Edhe po, kam akoma shumë për të larë, shumë rroba. Mund të kem edhe 2-3 lavatriçe, po një. Kam marrë edhe mbulesat e tavolinës të bukës të Kopçitolës. Më duhet I la edhe ato, t'je kuros, që t'ja çoj të hënën. Kështu. Unë tani po mendoj që ta mbyll të vlogun këtu, që të mundem ta editoj sot gjatë darkës, edhe nesër pastaj në mëngjes të kem mundësinë ta postoj. Edhe po, kemi ardhur në fund të këtij vlogut. Ashtu si u them gjithmonë, mos harroni të bëni një like, një comment, një share, një subscribe, edhe ne bashkë do të jemi si gjithmonë në videon e radhës. Paqim!